Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkruan histori në futboll, një hap larg kualifikimit për finalet të botrorit 2026. Triumfojnë me përmbysje spektakolare 3-4 ndaj Slovakisë në Bratislav. Ndeshja nisi keq për dardanët, të cilët pësuan gol që në minutën e 6 nga Martin Valjen. Reagimi i Kosovës ishte minjëhershëm. Veldin Hoxha barizoi shifrat në minutën e 31. Первой минуте счет становится и сборная Косово. Në fund të pjesës së parë, Lukas Haraslin riktheu përsin për Slovakin 2-1 duke dërguar skuadrat në pushim në avantazh për vendasit. Në pjesën e dytë, Kosova dominoi plotësisht. Pisnik Aslani barazoi me rezultatin 2-2 në një super gol, ndërsa Florent Muslia përmbysi gjithçka në minutën e 60 për 3-2. Fitoria u vullos nga Kreshnik Hajrizi në minutën e 72, duke çuar shifrat në 4-2. Vendasit shënuan golin e tretë në minutat shtesë, por pa mundur të përmbysin rezultatin. Me këtë fitore Kosova u kualifikua në finalen e play-offit për të kërkuar një bilet në kampionatin botror në futboll. Kosova do takohet me Turqinë në finalen e play-offit të martën më 31 mars në Prishtinë, e cila mposhti Rumaninë me rezultatin 1-0. Përzgjedhësi kombëtar i Kosovës, Franco Foda, shprehur i lumtur me fitoren e Kosovës kundër Slovakisë. Bëm një lojë të bukur për tifozët pasi u shënuan 7 gola dhe jam i lumtur për skuadrën time që shënoi 4, por i pranuam 3, tha Foda. Strategu gjerman tha se tani duhet të mendohet për finalen e madhe të play-offit kundër Turqisë. Do të nisim të përgatitemi për kundërshtarin e radhës, në shtëpinë tonë, me këtë publik, me këtë atmosferë, shpresojmë se do të fitojmë, deklaroi Foda pas ndeshjes. Trajneri i Slovakisë, Francesco Calzona, pranoi humbje dhe tha se është i zhgënjur, por nuk pati ankesa për ekipin e tij. Jam shumë i zhgënjur, është dashur ta menaxhoni më mirë ndeshjen. Bëm pa gabime, por nuk kam ankesa për ekipin. Lojtarët bën më të mirën për të marrë rezultatin pozitiv, tha ai pas ndeshjes. Ndërsa media slovake u treguan kritike me ekipin e tyre, u shembën si një shtëpi prej letrash, shkruhet mes të tjerash. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria mundet 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e play-offit për Kupën e Botës 2026, duke mbyllur ëndrrën për një pjesëmarrje historike në finalet e botrorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksik dhe Kanada. Momenti vendimtar i pjesës së parë erdhi në minutën e 42, kur Arber Hoxha përfitoi nga një gabim në prapavijën polake dhe shënoi duke dhënë avantazhin 0-1 për Shqipërinë. Në topi dërguar tek Ardian Ismaili. Dhe çfarë porta po! Gol! 1-0 në Warszaw! 1-0 në Warszaw! Arber Hoxha! Arber Hoxha! 0-1! Arber Hoxha! Pjesa e parë përfundoi me kuqezinë e përsi. Polonia reagoi me Lewandowski në minutën e 63, barazon shifrat 1-1 pas një goditje këndi ku sulmuesi e dërgon topin me kokë në rjet. Ndërsa në minutën e 74, Polonia kaloi në avantazh me një super gol të Zielinskit, duke tronditur kombëtaren shqiptare dhe duke vullosur fitoren 2-1 për vendasit. Përfaqësuesi e Maqedonisë së Veriut ka pësuar një humbje të rëndë 4-0 ndaj Danimarkës në Kopenhagen, duke u eliminuar nga gara pas një paraqitje në nivelin e pritur. Nën temperaturat e ulta dhe presionin e vazhdueshëm të vendasve, skuadra nuk arriti të gjejë ritmin në asnjë moment të ndeshjes. Danezët zhbllokuan rezultatin herët me Damsgaard, ndërsa në pjesën e dytë Isaksen me 2 gola dhe Norgard vullosën fitoren bindëse. Mbrojtja e Maqedonisë u shfaqe pasigurt, ndërsa sulmi mbeti i izoluar dhe pa ide konkrete. Humbja e thellë mbylli rrugtimin e Maqedonisë së Veriut, duke lënë shumë pikë pyetje për paraqitjen dhe reagimin e ekipit në një nga ndeshjet më të rëndësishme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.